Nuk do të jetë më nevoja për të shkuar në zyrat e postës shqiptare, duke pritur në radhë për të blerë kuponin e aplikimit, apo edhe të rinovimit të kartave të identitetit dhe pasaportave. Prej kësaj të mërkure, këto kupona mund t'i blini edhe online. Kjo nisëm e re e mbështetur nga Ministria e Brendshme, synon të paksoj radhët në zyrët e postave shqiptare në rang vendi, të cilat tashmë kanë një ngarkesë të lartë, por njëkohësisht për të sjellë më tepër lehtësira për të gjithë ata të cilët kërkojnë një shërbim të thjeshtë që shkurton kohë. Blerja e kuponave online bëhet vetëm me disa klikime, duke u futur në website-in e kompanisë e cila ofron këtë shërbim për të gjithë qytetarët në rang vendi. Aty vendos të dhënat e tua, duke nisur nga vendi që doni të aplikoni, qyteti ku do të bëhet aplikimi, emër, mbiemër dhe mosha, si dhe një numër kontakti dhe email. Më pas, zgjidh llojin e kuponit që do të blesh dhe në fund me anën e kartës së bankës bën edhe pagesën. Jo vetëm kaq, por kjo lehtësi parashikon edhe faktin që qytetarët e Vlorës nuk kanë nevojë më për të shkuar fizikisht në zyrat e postës për të tërhequr kuponin, por në momentin e aplikimit, punojësi që do ta bëjë këtë aplikim do t'i dalë online që ju e keni bler një kupon dhe e keni paguar. E vetmja gjë që duhet të bëni është të paraqiteni fizikisht për të aplikuar për kartë identiteti apo për pasaport. Kuponi online vlen për procedurat e kartës së identitetit standarde me vlerë 1.500 lekë dhe asaj të shpejt brenda 3 ditësh 3.000 lekë, por edhe për pasaportën standarde 7.500 lekë dhe brenda 3 ditësh 18.000 lekë të reja. Por kjo lehtësi ju vjen në ndihmë dhe qindra personave të huaj në vit, të cilët aplikojnë në Vlorë për një leje qëndrimi. Online, ata mund të aplikojnë për lejen e qëndrimit me afat dorëzimi 14 ditë, me vlerën e 5.700 lekëve të reja.